jemi në letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 3, faqja 224. Efesianëve, kapitulli 3, nga fillimi vëllezër. Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosur i Jezus Krishtit për ju jo hebrejt. Dhe nëse keni dëgjuar për dhënien e hirit të Perëndisë që më është besuar për ju, se si me zbulesë ai ma bëri të njohur misterin, sikur se ju shkrova më përpara me pak fjalë. Duke i lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit, që nuk ju bë e njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve, ashtu si ju zbulua tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës, që jo hebrejt të jenë bashkë trashëgimtar të njëjtit trup dhe bashkë pjesëtar të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Shërbënjës i të cilit u bëra sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë që mu dha në saj të fuqisë së tij. Mua, më të voglit nga të gjithë shenjtorët, mu dha ky hir për të shpallur midis jo hebrejve pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit, dhe për të manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit, i cili nga epokat më të lashta që fshehur në Perëndinë, i cili krijoi të gjitha gjërat nëpërmjet Jezus Krishtit, që nëpërmjet kishës në kohën e tanishme u manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qiellore, dituria e shumë llojshme e Perëndisë. Sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus Zotin tonë, në të cilin kemi lirinë në hyrjen tek Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të. Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj. Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara atit të Zotit ton Jezus Krisht, nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe mbi tokë, që t'ju japë sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriun e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe të njihni dashurinë e Krishtit që të i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Tani ati që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtëmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Ati i qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat në jetë i jetëve. Amen. Një letër drejtuar kishës së Efesianëve nga apostulli Pali. Të gjithë e dimë, motra vëllezër, aleluja, kush ishte më përpara jeta e apostullit Pali. Ishte një njeri përndjekës i kishës, një njeri i zelshëm në zbatimin e ligjit, një farise, motra, aleluja, i devotshëm, sipas traditës, i pëlqyer nga të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe vjen momenti, vëllezër, që të njohë fuqinë e madhe të Perëndisë. Karakteristika, motra dhe vëllezër, aleluja,
që Zoti i përdor për lavdit të tij. E dim të gjithë, motra vëllezër, aleluja, se si u lajmërua në mënyrë hyjnore nga Perëndia Jezus Krishti, se si u shfaq, motra dhe vëllezër, rrugës për në Damask. Dhe çfarë dëgjoi? Saul, pse më përndjek? Kush je ti, Zot, që unë po përndjek? Një njeri, thashë në fillim, i zelshëm për ligjin, motra dhe vëllezër, aleluja, i pëlqyer nga farisejtë për zellin e tij, i ditur, motra dhe vëllezër, i shkolluar sipas traditës dhe përndjekës i të vërtetës. Zoti i shfaqet dhe i thotë Saul, pse më përndjek? Kishte një takim, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia me Saulin. Ju shfaq, i foli, dhe në këtë moment ndryshoi njëherë për gjithmonë jeta e Saulit. Kush je ti, Zot, që më përndjek? Unë jam Jezusi Nazareas. Që duhet të bëj, Zot, do të shkosh në Damask dhe do të thuhet se ç'do të bësh. I verbër, motra, aleluja, në atë moment nga drita e fuqishme, nga shkëlqimi i Zotit tonë që ju shfaq, shkon në Damask. Dhe aty Zoti i jep të kuptojë, motra dhe vëllezër, aleluja, fuqinë e Perëndis. Rrugën në të cilën Zoti e thiri dhe për çfarë. I shfaqet Ananias dhe i thotë Zoti një dishekull i Krishtit, do shkosh, do takosh Saulin, sepse ai ka parë një vegim që një njeri me emrin Anania do të shkoj, do t'i vësh dorë dhe do t'i vinë shikimi. Dhe do shkosh t'i thuash, dëgjoni me vëmendje vëllezër, se sa duhet të vuaj ai për shkak të tij. Për këtë arsye unë pali jam i burgosuri i Jezus Krishtit. Çfarë lidhje të fuqishme, motra dhe vëllezër, aleluja, bëri Zoti me një njeri që është i gatshëm, i zelshëm, motra dhe vëllezër, që të punojë për Zotin. Çdo gjë që bënte, e bënte për Zotin, motra dhe vëllezër. I zelshëm, thotë, në veprimtarinë e tij. Dhe Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, e zgjodhi për të qenë një apostull jo hebrejve. I burgosur i Jezus Krishtit për ju jo hebrejve, thotë. Dhe nëse keni dëgjuar për dhënien e hirit të Perëndisë që më është besuar për ju, se si thotë, me zbulesë, ai ma bëri të njohur misterin, sikur se ju shkrova më përpara me pak fjalë. Më foli, ma bëri të njohur atë mister që ishte e pamundur që unë, motra dhe vëllezër, të kuptoja vullnetin e Perëndisë.
erdhi tek unë dhe ma bëri të njohur. Dhe nëse, vëllezër, aleluja, çdo njerit prej nesh, Zoti ja ka bërë të njohur këtë mister, ai është i gatshëm, thot motra dhe vëllezër, aleluja, të burgoset, të përndiqet, të vritet për emër të Jezus Krishtit. Ka kuptuar motra dhe vëllezër, aleluja, këtë thirrje të Perëndisë. Më i miri, thotë apostulli Paul, do të jem, thotë, nëse Zotin e dua për të kaluar mirë në këtë botë, motra dhe vëllezër. Dhe nuk kam kuptuar qëllimin kryesor përse Zoti erdhi në jetën tonë, në jetën time. Nëse nuk e kam kuptuar, motra dhe vëllezër, thirrjen hyjnore të Perëndisë personale, çdo njeri nga ne ka një thirrje personale, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Sa e rëndësishme është, motra, aleluja, ta kuptojmë në vërtet që kjo nuk është thjesht, motra dhe vëllezër, aleluja, një ndryshim i mënyrës të jetuar. Kjo është dora e Zotit, dashuria e Perëndisë, personalisht, për çdo njerin prej nesh, nga ti e emrit të shenjtë. Duke i lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit. Duke lexuar fjalën e Perëndisë, çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja? Apostulli Paul u boshatis nga të gjitha gjërat që ai kishte. Të mos mburej në asnjë lloj gjëje, motra dhe vëllezër, aleluja, të mos mburej në veten e tij, por gjithçka të ishte vepër e Zotit. E falenderoj Perëndin. Mos harroni, motra, vëllezër, aleluja, atë gruan me rrjedhje gjaku, sa kohë kishte mundësi ekonomike, shkoi ndër doktorë, thotë, dhe prishi gjithçka që kishte për të shëruar, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Dëgjoi për një doktor, shkoi, prishi, edhe një tjetër shkoi dhe atje, motra dhe vëllezër, dhe përkeqësoi jeta e saj. Nuk shëroi. Por, thotë, kur dëgjoi për Krishtin, vendosi në zemrën e saj të shkoj dhe ta prek atë person, unë do shëroj. Kur vendosi, motra dhe vëllezër, aleluja? Kur nuk ishte më mundësi asnjë lloj gjëje, motra dhe vëllezër, aleluja, për të bërë. Nuk ishte më, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe kur vajti profeti, vëllezër, në ajo grua që i kërkonin fëmijët për t'ja marrë sklevër, sepse i shoqi kishte borxh të madh, profeti shkoi tek ajo dhe i tha, çfarë ke? Nuk kam, tha ajo, asnjë gjë, vetëm pak vaj. Dil dhe mblidh në komshin të e në bosh. Për si të vetë kërkoj? Si ta përull kaq shumë veten dhe t'ju them, ne në një e në bosh? Fjala e Perëndisë ishte dil dhe merr e në bosh. Ishe krenarin dhe vërma e shenjtë sot nga foli.
Largohej krenarin. Është pengesa më e madhe, motra dhe vëllezër, që Zoti të bëj vepër. Nëse unë di, motra dhe vëllezër, derisa të boshohem, atëherë do të shohim dorën e Zotit. Zot nuk di. Ai që di thot fjala e Perëndisë nuk di asgjë. S'mund të di njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, për gjërat e mëdha të Perëndisë. Dhe Zoti në një zemër të porunur tregon madhështinë e tij. Duke lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit. Nuk vlen, motra dhe vëllezër, aleluja, asnjë lloj diturie e jonë në këtë mister të madh të Krishtit. Dhe i gjithë ky mister, vëllezër, që është e pamundur për mendjen njerëzore të kuptohet, Zoti tha, do t'ju jap frymën e shenjtë, që ai t'ju udhëzojë dhe t'ju drejtojë. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, në asnjë rast, pa frymën e Perëndisë të kuptohen gjërat frymërore, misteri i madh i Perëndisë. Nuk mundet. Vetëm fryma e Perëndisë erdhi për të bërë vepër në çdo njeri prej nesh. Kjo quhet vepër e Zotit, vëllezër, aleluja. Ka dhe vepër njerëzore. Por lëreni, tha, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse do të jetë nga njerëzit kjo vepër, do të humbas, si që humbi kemi dëshmi, për para nesh ka ndodhur shumë e gjëra të tilla. Por nëse është nga Perëndia, keni kujdes, sepse Perëndia do ta bëjë veprën e vet. Dhe i kundërvijemi Zotit. Me diturinë tonë, që nuk ju bë e njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve. Kjo që po flasim, kjo që ne kemi mësuar, kjo që ne po njohim, motra dhe vëllezër, nuk ju bë e njohur më përpara njerëzve, bijve. Ashtu siç ju zbuluat tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës, motra dhe vëllezër. Me anë të frymës ju bëj qartë, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë vepra e Zotit. Kush fliste në profetët, motra dhe vëllezër, aleluja, veç se fryma e shenjtë e Perëndisë. Kur filloi vepra e dishepujve e të zgjedhurve nga Perëndia, kur fryma e shenjtë zbriti në ta, motra dhe vëllezër. Fjala na tregon që fryma e Perëndisë është ai që drejton çdo njeri. Që jo e brejtë, ne do më thënë, kombet, të jenë bashkë trashëgimtarë të njëjtit trup dhe bashkë pjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Nëpërmjet fjalës, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të shpërndahet ky lajm i mirë, Ungjilli, që do të thotë lajm i mirë, që kushdo që do ta pranojë, motra dhe vëllezër, aleluja, të shpëtohet. Dhe të bëhen bashkë pjesëtarë dhe trashëgimtarë të njëjtit trup, njësoj, motra dhe vëllezër, pa dallim me ata që ju ishte premtuar etërve. Me hebrejt.
shërbenjës të cilit u bera. Për këtë u zgjodha, për këtë më thiri Zoti, që të jem shërbëtor, motra dhe vlezër, aleluja, i shpërndarjes së këtij lajmi të mirë, ungjillit të Krishtit. Sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë që mu dha, në saj të fuqisë së tij. Mua, shkoni me vëmendje, më të voglit nga të gjithë shenjtorët. Apostulli parë, motra, aleluja, dhe thot mua, mi voglit nga të gjithë të zgjedhur. Pse? Sepse isha përdjekës i kishës, motra, aleluja. Dhe këtë gjë nuk mund ta hiqte. Dhe kjo e mbante në përgëllësinë e tij. Kush ishte? Çdo njeri nga ne vëllezër, shikoni me vëmendje. Në rrugën e tij, frymëror me Zotin, duhet të shohë motra dhe vëllezëra kush ishte më përpara. Kush ishte ai më përpara? Për të mos u mburur askush, kjo vepër është e Perëndisë. Ajo që shihni në mua është vepër e Zotit, tha apostulli Pavli. Asgjë s'është e imja. Unë jam përdjekës i kishës. Ajo që shihni në mua, gjithçka, është hiri i Perëndisë në mua, fuqia e Perëndisë në mua. Për të shpallur, thotë, midis jo ebrejve, pasuritë e papërshkrueshme të Krishtit. Erdha të shpall një pasuri të paimagjinueshme, të papërshkrueshme, nuk shkruhet. Atë çka ka përgatitur Zoti për ne. Në këtë vepër në Krisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe për tu manifestuar të gjithëve pjesëmarrjen e misterit, i cili nga epokat më të lashta që fshehur në Perëndim, i cili i krijoi të gjitha nëpërmjet Jezus Krishtit. Askush nuk e njinte këtë mister, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ai që krijoi thotë gjithçka, erdhi dhe u shfaq. Që ne ta kuptojmë këtë mister. Kush i krijoi të gjitha, motra, aleluja? Si kanë ardhur? Ishte një mister i madh, thotë, për njerëzit. Dhe mu dha hir nga Perëndia për ta zbuluar, motra dhe vëllezër, këtë mister. Jezus Krishti. Që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme, ju manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qiellore dituria e shumë llojshme e Perëndisë. Nëpërmjet kishës, thotë, manifestohet. Shkoni me vëmendje, vëllezër. Nëse kisha është në udhëheqjen e frymës së Perëndisë, në fjalën e Perëndisë, çfarë manifestohet, motra dhe vëllezër, që njerëzit duhet të shohin në kishën e Perëndisë? Edhe një herë. Që nëpërmjet kishës, në kohën e tanishme, u manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qiellore dituria e shumë llojshme e Perëndisë. Kudo manifestohet nëpërmjet të zgjedhurës nga Perëndia, dituria e Perëndisë. Sa lartë, motra dhe vëllezër, aleluja, e ka ngritur Zoti në këtë vepër kishën e Perëndisë. Të zgjedhurën e vetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëpërmjet kishës të gjithë të marrin vesh diturinë e Perëndisë. Nuk e dinë, motra dhe vëllezër, jo. Ju shfaqet nëpërmjet kishës
të gjithëve motra dhe vëllezër dituria e Perëndis. Lavdia e Perëndis. Sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus Zotin tonë, në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen tek Perëndia në mirëbesimin nëpërmjet besimit në të. Na ka dhënë lirinë për të hyrë tek Perëndia nëpërmjet besimit në të, thot motra dhe vëllezër. Kjo nuk ekzistonte më përpara. Kurse tani çdo njeri, thot motra dhe vëllezër, aleluja, hyn tek Perëndia, i kërkon Perëndisë që nëpërmjet Jezus Krishtit që u flijua, motra dhe vëllezër, ai të bëj kërkesën e vet. Mund të flasë me Perëndinë. E falenderoj. Kush mund të flasë me Perëndinë? Ky është mister për ata që nuk e njohin, motra dhe vëllezër. Por ne na zbulohet që nëpërmjet Krishtit ne na është dhënë mundësia për të folur me Perëndinë, motra dhe vëllezër. Çdo gjë që ti kërkoni atit në emrin tim, ju do ta merrni. Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj. Mos u dekurajoni, thotë, sepse më shikoni që të vuaj, sepse më shikoni që përndiqem, sepse më shikoni që burgosem. Ju mos u dekurajoni, kjo është vullneti i Perëndisë. Lavdia e Perëndisë. Që askush, motra dhe vëllezër, aleluja, të mos dekurajohet në këtë thirrje të madhe hyjnore të Perëndisë për shkaqe të vogla, motra dhe vëllezër, aleluja, të një fyerje, të një përmbjekjeje, të një sharje, motra dhe vëllezër, dekurajohemi. Sa e madhe është thirrja e Perëndisë për çdo njerin, motra dhe vëllezër. Të lek të thirrje hyjnore të Perëndisë dhe të dekurajohem, pse? Sepse dikush më foli diçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Çfarë kemi kuptuar? Prandaj fjala e Perëndisë na zbulon, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë thirrje të Perëndisë. Çfarë kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja? Për këtë arsye, unë po i ul gjunjët e mi përpara atit të Zotit ton Jezus Krisht. Për këtë arsye që mos dekurajoheni ju, unë i lutem atit qiellor në emër të Jezus Krishtit, nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe në tokë, çfarë lutet apostulli Paul? Vëllezër, shkoni me vëmendje. Që t'ju japë sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij. Lutem, sa probleme kishte apostulli Paul personale, motra, aleluja, nuk shohim asnjë lutje për veten e vet. Të çlirohej nga prangat, apo të çlirohej nga burgu, apo nga përndjekja për fjalën e Perëndisë, po mundohen. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Lutem për ju, thotë, që nëpërmjet frymës së shenjtë, vëllezër, aleluja, të kuptojmë gjërat e mëdha të Perëndisë, shikoni, t'ju japë sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës në njeriu e brendshëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Të një krijese të re, frymërore, që është brenda jush. Jo ajo që shohim, pamja e jashtme, por krijese re që është brenda nesh, në frymë, motra dhe vëllezër. Këtë vepër bën Zoti, që njeriu të vdesë në mish
dhe të jetojnë në frymë. Mishi, motra dhe vlezër, aleluja, e qonë njeriu në vdekje, në mëkat, motra, aleluja. Fryma e qonë njeriu nga erdhi i qiell. Janë dy gjëra të kundërta, thotë. Dhe fjala e Perëndisë, me fuqinë e frymës së Perëndisë, rrit këtë njeri frymëror të brendshëm, motra dhe vlezër, aleluja. Që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit. Asnjë gjë tjetër, thotë motra dhe vlezër, por Krishti të banojë në zemrat tuaja. Që të rënjosur dhe të themeluar në dashuri. Themel i asaj për të kuptuar që jam i krishter, motra dhe vlezër, është dashuria. Themeli i një të krishteri, motra dhe vlezër, është dashuria. Aty shohim, motra dhe vlezër, që ai njeri, ai vlla apo ka Krishtin. Sepse është ndërtuar mbi këtë themel. Sepse e deshi ka që shumë Perëndia njeriu, thotë motra. Sa dërgoi të vetëm lindurin bir, Jezus Krishti, që çdo njeri që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Nuk erdhi sepse ne ishim pa mëkat dhe na nxori, motra dhe vlezër, aleluja. Por e madhe dashuria e Perëndisë. Kush mund ta njohë? Vetëm nëpërmjet frymës së Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Mund të na zbulohet dashuria e madhe e Perëndisë. Shikoni si do të thosh. Që të rënjosur dhe të themeluar në dashuri, mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjërësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia që të njihni dashurinë e Krishtit. Ka një rregull, thotë motra dhe vlezër, aleluja, që ta njohim dashurinë e Perëndisë. Kur arrin të njohësh dashurinë e Perëndisë dhe këtë vepër të Perëndisë, nuk të bën përshtypje me, motra dhe vlezër, aleluja, jeta jote. Jeta jonë është fshehur, thotë Gjoni, në Krishtin. Kur të shfaqet ai, jeta jonë, ai është jeta jonë, atëherë do të shfaqet edhe në ne, çfarë jemi? Lavdisët. Që të njihni dashurinë e Krishtit, që te i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Që do të thotë kjo vepër është vepër e frymës të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Nuk mundet njeriu, nëse nuk zbulohet nga fryma e Perëndisë, nuk mundet njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojë këtë mister të madh të dashurisë së Perëndisë, këtë vepër të Perëndisë. Vetëm fryma e Perëndisë e zbulon, motra dhe vëllezër, në çdo njeri që qëndron në dashurinë e Perëndisë. Që qëndron me besim, motra dhe vëllezër, aleluja. Tani ati që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Kur ne të jemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë frymë të Perëndisë, të përkushtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë vepër të Zotit, ai do të bëj shumë më shumë nga sa mendojmë ne në jetën tonë. Ne falenderojmë Perëndin. Mos u dekurajoni, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, nga shumë gjëra që shihni. Vepra e Perëndisë është e fshehur, motra dhe vëllezër, aleluja, është një mister, thotë, që vetëm fryma e Perëndisë mund ta zbulojë. Dhe ai që ka frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, ka gëzim. Si mund të ketë gëzim një njeri kur vuan, motra dhe vëllezër? Po sepse ka njohur këtë mister të Perëndisë, i është zbuluar nga fryma vepra e Perëndisë në jetën e tij. Dhe ai ka gëzim. Nuk i bën përshtypje nga pamja e jashtme, duket që ai po vuan, motra dhe vëllezër, aleluja. Kurse ai brenda është plot gëzim. Në burg
Apostulli Pali këndonte Zotit, thot motra dhe vlezër, aleluja. A nuk po vuan të atje? Po, në mish i lidhur me pranga, motra dhe vlezër, aleluja. Në thellësi, në tokë. Por a i thotë i këndonte Zotit. Sepse kishte kuptuar vërtet këtë mister, motra dhe vlezër, që do të na i japë dhe ne nëpërmjet frymës së shenjtë. Ai që udhiqet nga fryma e Perëndisë, motra dhe vlezër, është pikërisht ky fryti i të krishterët: dashuria, durimi, vetkontrolli, mirësia, mirëdashja, besimi. Ne falenderojmë Perëndin. Nga ky fryt dallohet i krishteri, vlezër. Mund të bëj jashmase më tepër, nga sa kërkojmë ose mendojmë, ati i qoftë lavdia në kishën, në Krishtin Jezus, për të gjitha brezat në jetëve. Amin. Zotit.